Një burr nga Vrapçishti mbrëm pas mesnate e ka mbytur gruan me sapat dhe më pas është paraqitur në polici. Vrasja ka ndodhur në dhomën e gjumit në shtëpinë e tyre familjare, kurse sipas informacioneve të para, si shkaqe të kësaj fatkeqësie, supozohet të kenë qenë marrëdhëniet e prishura familjare. Çifti në fjalë ka edhe 2 fëmijë të moshës së rritur, të cilët besohet se nuk kanë qenë në shtëpi në kohën kur ka ndodhur vrasja. Organet kompetente kanë ndërmarrë të gjitha masat për zbardhje të këtij rasti dhe motiveve që e quan 49 vjeçarin që të qëroi hesapet me sopat. Marrëdhëniet e prishura familjare thuhet të jenë bërë shkak që një banor i fshatit Vrapçisht mbrëmë ka vrarë bashkëshorten e tij me të cilën ka edhe 2 fëmijë të rritur. Sipas informative të prokurorisë publike në Gostivar, ngjarja ka ndodhur në orët e vona të natës së mbrëmshme, kur burri 49 vjeçar nga pjesa e epërme e fshatit Vrapçisht e ka goditur për vdekje me sapat gruan e tij 44 vjeçare. Vrasja është kryer në dhomën e gjumit në shtëpinë e tyre familjare, ndërkohë që në shtëpi ata kanë qenë vetëm kur kanë filluar konfrontimin verbal. Ngjarjen e konfirmuan edhe nga sektori i punëve të brendshme Tetov. Mbrëm gjysmore pas mesnate në stacionin policor në Gostivar ka ardhur 49 vjeçari me inicialet GA nga fshati Vrapçisht i Gostivaret dhe ka paraqitur se 20 minuta më parë në krevatin e shtëpisë së përbashkët familjare, pas një grindjeje paraprake me disa goditje me sapat në kokë dhe qafë, e ka vrarë bashkëshorten e tij 44 vjeçare me inicialet EA. Në vendin e ngjarjes menjëherë janë dërguar zyrtarët policor nga sektori i punëve të brendshme Tetov, të cilët e kanë vërtetuar rastin e paraqitur, kurse më pas nga ana e prokurorit publik është bërë hetim në kuadër të së cilit është gjetur sapata me të cilën supozohet se është bërë vrasja, si dhe gjumë të tjera të cilat do të hetohen gjatë ditëve në vazhdim. I dyshuari GA sot është nxjerrë para gjykatësit pas procedurës paraprake të gjyqit themelor të Gostivarit, ndërsa pas urdhrit të prokurorit publik, trupit të pajet të vrarës do t'i bëhet autopsi. Sektori i punëve të brendshme Tetov, në koordinim me prokurorin publik, merr masa dhe aktivitete për sqarim të plotë të gjitha detajeve që lidhen me këtë vrasje, thot Marian Josifovski, zëdhënës i sektorit të punëve të brendshme Tetov. Fqinjet u shprehën të tmerruar nga ngjarja, duke konsideruar se për çdo problem ka një zgjidhje dhe ajo asnjëherë nuk duhet të jetë me vrasje. Ata u shprehën koshient për marrëdhëniet jo të mira në mes të çiftit, por nuk e besonin dot që 49 vjeçari do të ishte në gjendje edhe të vriste njëri. Viktime e kësaj tragjedie ka qenë një motër medicinale.